Lideri i LSDM-s Vinko Filipçe nuk do ju tregojë votuesve të partisë së tij se këtë votojnë. Ai porosit votuesit e LSDM-s që do votojnë sipas bindjeve të tyre dhe vlerave që përfaqësojnë, ndërsa shtonë se nuk e ka ndërmend të hyjë në asnjë konspiracion ose marrëveshje të fshehtë për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Ne nuk do të ndërhyjmë, as nuk jemi ndërhyrë në kalkulime ose në ndonjë marrëveshje të fshehtë. Çdo qytetar, çdo antar, çdo simpatizues ka të drejtë të plotë të vendosë në pajtim me bindjet e tij, të votojë për kandidatin që ka vlera më të përafërta me idenë e socialdemokratëve, për udhëheqje të ndershme, për respekt, barazi dhe zhvillim. Gjithashtu ai kërkon mbështetje maksimale për komunat ku LSDM ka kandidatë në rrethin e dytë. Ai bëri thirrje për dalje masive në mënyrë që të vazhdojë të zvogëlohet numri votave të VMRO-DPM-s. Këtë zgjedhje janë shanse të tregohet se populli nuk blihet, nuk gënjet dhe nuk mund të poshtërohet. Vlerësoj se duhet të vazhdojë trendi i uljes së mbështetjes së kësaj garniture qeveritare. VMRO-DPM ka humbur 140.000 vota për vetëm një vit. Kjo është një sinjal i qartë se disponueshmëria opozitare po rritet. Filipçe theksoi se të dielën më 2 nëntor çdo vot mund të bëjë dallime të mëdha dhe u bëri thirrje qytetarëve që të votojnë për pushtetin lokal, që siç u shpreh, do të jetë i hapur për ta dhe nevojat e tyre.